E para për tyre është arsyeja e ngurtësimit zemrave nga gjunahet. Besimtarë nderuar, vëllezër dhe motra, është nevojë imediate që secili prej nesh ta hulumtoj gjendjen e zemrës vet. Ti hulumtoj, ti numroj, madje edhe ti shënoj nëse është mundësia dhe nevoja gjunahet që i gjen dhe që i zbulon zemër. Një person që vepron kësaj në raport me zemrën e tij, ja do të mirën zemrës vet, ja do të mirën jetës vet, xhenetit vet, ahiretit vet, takimit me Allahun subhanahu wa taala. Kështu kanë qenë sahabët e nderuar. E gjithë veprimtaria e tyre jetësore ka qenë si ta përmirësoj veten, si ta afroj veten me Allahun, si ti eliminoj smundjet e brendshme, si ti shtoj mirësit, si ti avancoj cilësitë e mira që mund t'i kem. Kjo ka qenë qasja e sahabëve nderuar. Prandaj ata kanë arritur me ndriçu botën. Me çfarë? Me devotshmëri reale, me fetari reale, jo fetari shterpe, jo për sy e faqe, por me sinqeritet plot edhe vetëm për hir të Allahut Madhërisëm. Pastaj shkaku i dytë është se syt janë mbush me haram. Një sy që mbushet me haram, që mësohet me haram, e ka pothuajse të pamundur me qajt për Allah. Është e pamundur një sy që mësohet me pa haram vazhdimisht me qajt për Allah, sepse imazhet që i përvetson syri i përçon tek zemra. Dhe këto janë të ndëlidhura. Ato imazhe të harameve e pengojnë për uljen e zemrës, e pengojnë pastërtinë e zemrës, edhe e pengojnë që ajo pastaj me nxjerr lot për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj koha e harxuar në shpërqendrim, kur merremi me gjëra të parandësishme, zemra jonë mbushet me gjëra të parandësishme, me gjëra të kota, saqë pastaj nuk i ngelet asaj hapësirë me u marr me krijuesin e saj. Nuk i ngelet asaj hapësirë me u marr me atë që e ushqen dhe me atë që realisht ja garanton mirëqenien. Është vetëm Allahu ai që i garanton mirëqenien zemrave tona, asgjë tjetër. Çdo gjë tjetër që ekziston është mjet, që ekziston fal Allahut, dhe kaq Allahu është qëllim. Dhe nëse zemrat tona nuk ushqehen me qëllim, por ushqehen me mjete, atëherë do ta çrregullojmë atë deri në atë nivel saqë pastaj ajo do të ngurcohet. E Allahu flet për disa zemra në Kur'an që janë të ngurta më shumë se sa ngurtësia e gurëve, e shkëmbinjeve. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara. Pastaj thot Allahu, u ngurtësuan zemrat tuaja dhe u bën sikurse gurët. Au ashaddu qaswa, madje edhe më të ngurta se sa gurët, sepse Allahu pastaj vazhdon dhe i tregon disa lloje gurësh që nga respekti për Allahun ato ndjejnë devotshmëri, ndonë se janë krijesat ngurta, por e madhrojnë Allahun.